Kisha një pyetje në lidhje me pretendimin tuaj për cënimin e shtetit të së drejtës dhe procesit të rregullt ligjor, në lidhje me bashkimin e 3 kërkesave të bëra fillimisht nga këshilltari Shabani, Ali Mehmeti dhe pastaj nga këshilltarët e Partisë Socialiste. Ju thatë, si në parashtrimet që i keni paraqitur gjykatës, ashtu edhe në fjalën tuaj sot, që kërkesa e bërë nga këshilltari Shabani mbështetej në shkurt të 2025-s mbi një kriter ekstra ligjor, atë të boshllëkut në drejtimin boshllëkut të madh të krijuar në drejtimin e bashkisë më të madhe në vend, dhe ky fakt që është bashkuar kjo kërkesë e bazuar sipas jush në një shkak ekstra ligjor e bën procesin administrativ të Këshillit Bashkiak të parregullt. Pyetja ime është, ju mendoni se edhe nëse bëhet një kërkesë, qofse është e bashkuar apo qofse bëhet më vete, edhe e bazuar mbi një shkak ekstraligjor, nuk duhet të ketë një vendim të Këshillit Bashkiak mbi këtë kërkesë, pavarësisht ku bazohet dhe pavarësisht nëse bashkohet me kërkesa të tjera. Pyetja e parë. Dhe pyetja e dytë, po mbi këtë shkak, nëse kërkesat janë bashkuar, por vendimi i Këshillit Bashkiak bazohet vetëm në një nga shkaqet e 3 kërkesave, ato që ju thatë në 62.c e ligjit. Edhe kjo fakti që janë bashkuar dhe arsyetimi të themi i vendimit bazohet vetëm një vendim e bën procesin e parregullt? Po nderuar, ne mendojmë që po normalisht për çdo kërkesë duhet të ketë një vendim. Por në momentin kur bashkohen disa kërkesa, diametralisht të kundërt, sepse kërkesa e zotit Shabani flet për një shkak inekzistent ligjor, nuk ekziston një shkak ligjor. Dhe 2 kërkesa të tjera që realisht bazohen te 62C-ja dhe përbëjnë shkak ligjor. Pavarësisht pretendimit tonë se si interpretohet ky shkak ligjor, nuk kuptohet pastaj në momentin e votimit për çfarë kanë votuar anëtarët e Këshillit Bashkiak. Për kërkesën e zotit Shabani apo për kërkesën e zotit Ali Mehmeti dhe këshilltarët e Partisë Socialiste. Dhe kjo e konfundon gjithë procesin e votimit. Sepse u shtruan përpara Këshillit Bashkiak për votim 2 kërkesa, njëra pa bazë ligjore dhe tjetra me bazë ligjore të pretenduar sipas tyre. Për këtë arsye ne mendojmë që gjithë procesi është në null votimit. Të specifikoj dhe diçka tjetër. Keni gjithmonë pretendimi juaj lidhet me arsyetimin e vendimit apo për shkak të kësaj që sapo thatë që procesi në vetvete u konfundua dhe nuk u kuptua se mbi çfarë me të dyja, edhe me arsyetimin e vendimit e kemi. Dakor. Pyetja e dytë, lidhet me pretendimin tuaj në lidhje me votimin e fshehtë. Ju thatë që u bë një kërkesë për votim të fshehtë dhe nuk u mor asnjë vendim nga Këshilli Bashkiak, por direkt nga kryetarja e Këshillit Bashkiak. Në momentin që vetë anëtarët e Këshillit Bashkiak votuan në mënyrë të hapur, pra jo në mënyrë të fshehtë, kjo nuk do të thotë sipas jush se në një farë mënyrë e kanë shprehur vullnetin e tyre për mënyrën e votimit? Ne mendojmë që do të ishin 2 faza votimi, një herë për të votuar se si do votojnë dhe pastaj votimi për kërkesën. Momentin që bashkohen dhe procedura kërkonte në 158 që kryetarja mos ta merrte këtë vendim, ta hiqte këtë vendim për mënyrën e votimit një herë në Këshillin Bashkiak. Pra, duke konsideruar si 2 faza të ndryshme, ne mendojmë që faza e ndarjes se si do votohet nuk ka ndodhur fare. Dhe përjetoj, procesi i mëvonshëm nuk mund ta përfshijë këtë fazë automatikisht. Nuk korrigjohet shkelja sipas jush, pavarësisht se votuar pastaj në mënyrë të hapur. Dakor. Dhe pyetja e fundit, në lidhje me të drejtën për të dëgjuar. Në letrën që kryetari i bashkisë ka dërguar Këshillit Bashkiak, i thotë që jam informuar nga mediat në lidhje me mbledhjen dhe të themi edhe për çfarë do të mbledhjet, pavarësisht se ju nuk kishit një rend të ditës, e kuptoj këtë. Por ndërkohë pranoni se nga mediat flitej që do të flitej edhe për shkarkimin tuaj.
Vetëm mbi këto baza, nuk menduat se mund të paraqitni parashkrime me shkrim, edhe vetëm për ato çfarë kishit dëgjuar ju nga media? Ju falenderoj nderuar për pyetjen. Në fakt, siç e dini, kushtet të izolimit nuk lejohet as laptop, edhe në rastin tim konkret kam një USB që në fakt e kanë avokatët të cilët unë sa hap dot, se nuk kam mjete me cilat punoj. Pra nuk kishit kohën, është ideja. Nuk kishit kohën e mjaftueshme. Koha e pa mjaftueshme. Spari e iniciova unë të procedurën, në fakt duhet ishte këshilli që të mëftonte. Së dyti, sekretari duhet merrte një votim të këshillit për të lejuar kryetarin e bashkisë të paraqitet. Së treti, ashtu si gjykata juaj e nderuar dha një shembull si bëhet kjo procedurë sipas ligjit, duhet i shkruhet drejtorisë bugjeve që të shoqërohen. Ti thuash dikujt që me letër dhe me laps për pak orë, pa ditur, në pa dije të plot, çfarë do diskutohet, cili është krimi që kanë bërë, kush është kelja rëndë e kushtetutës, çfarë mungese po bëhet fjalë. Për të plotësuar dhe avokatin, kërkesa e parë është bërë 15 ditë mbas u arrestova. Sigurisht Këshilli Bashkiak ishte mësuar që 10 ditë s'merre pushim, se njeriu më marrë 2 javë pushim vere ose 1 muaj dhe nuk zvendcohet. Po ishte aq çudi për Këshillin që unë s'kisha marrë kur pushime, saqë për 15 ditë zelli politik ka përceu kushtetutën dhe ligjin. Dhe kjo besoj e sqaron këtë situatë. Faleminderit. Fundit ngjesë tash në fillim që ishte e fundit. Në lidhje me delegimin apo zvendësimin e kompetencave, në praksimet e Këshillit të Ministrave thuhet që nuk mund të delegohen të gjitha kompetencat. Ju qëndroni idesë që nuk mund të delegojnë të gjitha kompetencat, apo se kompetencat mund të zhvilloheshin edhe jashtë zyrës, pra edhe në kushtet e izolimit? E nderuar zonjë gjyqtare, në çdo rast që më është kërkuar të veproj, kam vepruar. Ka qenë emërimi, delegimi në kryetarëve, nuk kam penguar në Bashkinë e Tiranës të mbjelli pemë këto 8 muaj, 9 muaj. S'jam bërë pengesë për asgjë, as nuk kam penguar të pastrohet qyteti. Pra kjo historia që institucionet janë gjithë aty, s'është penguar Tirana të ketë ujë 24 orë. Drejtorët janë aty, stafi është aty, ju nuk besoni që mendoni se unë shkoja dhe rregulloja vetë çdo çështje. Patjetër që jepja shembullin tim të parë. Por institucioni ka qenë aty dhe nuk kam guruar të marr si vendim. Siç nuk kam guruar të përgjigjem çdo letër dhe ankesë qytetarëve që ma çonte letrën me shkrim në burg. Pra nuk jam bërë unë pengesë. Por siç thash, duhet kisha prangat dhe ju lë patëm duar, dhe ky nuk është një problem që e shkaktova unë. Kjo është një gjendje që më imponua. Një pjesë e shtetit më thotë rri në Durrës, në internim, një pjesë tjetër më thotë pse s'ka ardhur. Tash jemi një njëjta republikë, është një njëjti shtet ky. Faleminderit ju. Kam një gjyqtare Xhaperlar. Në datën 16 tetor, juve keni paraqitur një shtesë të kërkesës, ku ngrini disa shkaqe shtesë të ankimit, që i përmendet sot në seancë, bëhet fjalë për çështjen e bashkimit të 3 propozime